Konflikti mes Izraelit dhe Iranit po përshkallëzohet me sulme nga të dyja palët. Më shumë se 60 avion nga forcat ajrore izraelite goditën mbi 120 herë gjatë natës, kundër objekteve ushtarake, fabrikave të prodhimit të raketave dhe qendrave të kërkimeve bërthamore në Teheran. Goditje ndaj zemrës industriale të mbrojtjes iraniane i quajti Izraeli sulmet. Irani ju përgjigj me lëshimin e raketave drejt territoreve izraelite, ku disa prej tyre goditën qytetin Beersheva. Raketat prekën dhe ambientet e kompanisë Microsoft, ku shkaktuan plagosje në të paktën 5 personave dhe përfshirjen nga flakët të disa automjeteve, ndërsa dritaret e ndërtesës u thyen nga shpërthimi. Në këtë situatë të tensionuar, Dmitri Peskov, zëdhënës i Kremlinit, paralajmëroi se përpjekjet për të ndryshuar regjimin në Iran ose për të vrarë udhëheqësin suprem, Ayatollah Ali Khamenei, do të ishin të papranueshme dhe do të hapnin kutinë e Pandorës. Ai theksoi se një akt i tillë do të nxiste ekstremizëm të brendshëm në Iran dhe do të destabilizonte më tej rajonin. Por ndërsa konflikti Iran-Izrael vazhdon, një eksod masiv ka prekur të huajt edhe vendasit. Shtete të ndryshme kanë nisur evakuimin e shtetasve të tyre. Mediat e huaja flasin për një grup prej 89 bullgarësh të evakuar nga Izraeli me avion drejt Sofjes, së bashku me 59 shtetas nga Slovenia, Shtetet e Bashkuara, Belgjika, Shqipëria, Kosova dhe Rumania. Associated Press pohon se ata u nisën nga qyteti egjiptian i Sharm el Sheikh, ku ishin transferuar me autobus për te kufive nga Izraeli.